Skandal në futbollin italian, gjykata federale pezullon nga detyra presidentin e shoqatës së arbitrave. Futbolli italian është tronditur nga një tjetër skandal pasi gjykata federale kombëtare ka dënuar presidentin e shoqatës italiane të gjyqtarëve, AIA, Antonio Zappi, me një pezullim 13 mujor. Vendimi përkon plotësisht me kërkesën e prokurorit federal sportiv, i cili e akuzoi Zappin se kishte ushtruar presion ndaj ish-drejtuesve të departamenteve të serisë C dhe D, Maurizio Ciampi dhe Alessandro Pizzi, për t'i detyruar t'i jepnin dorëheqjen. Pas largimit të tyre në këto poste u emëruan Daniele Orsato dhe Alfredo Trentalange Braschi. Në të njëjtin proces, gjykata federale ka sankcionuar edhe Emanuele Marquezin, antar i komitetit kombëtar të AIA-s, me një ndalim 2 mujor. Marquezi atribuohet manipulimi i proces verbaleve për të fshirë çdo referencë mbi ndërhyrjen e Zappit në dorëheqjen e Ciampit dhe Pizzit. Antonio Zappi ka bërë të ditur se do të apelojë vendimin, por pezullimi i gjatë pritet të çojë në shkarkimin e tij nga drejtimi i AIA-s. Ky zhvillim thellon krizën në arbitrazhin italian, i cili prej muajsh ndodhet në qendër të polemikave dhe skandaleve, përveç kontestimeve të shumta ndaj gjyqtarëve në ndeshjet e Serie A.